t'i vënë në jetë ato instrumenta që i kemi krijuar, i kemi gati, dhe tani çfarë na duhet? Na duhet të ndërtojmë projektet e duhura, na duhet të ndërtojmë partneritetet e duhura dhe na duhet vetëm të disbursojmë në mënyrë që të ketë shumë më tepër para në duart tuaja për të investuar në fermë dhe për të investuar në rritjen e standardeve dhe cilësisë. Sepse miqtë e mi, Bashkimi Evropian vjen si një bekim për gjithë ata që janë të përgatitur, po vjen edhe si një mallkim për ata që nuk janë gati. Kërkesa për standardet e sigurisë, kërkesa për cilësinë, jo thjesht bëhet e pranishme në çdo hap, por shoqërohet me instrumenta kontrolli shumë të rreptë, që faktikisht të nxjerrin nga tregu. Mirë po, janë 4 vjet. Dhe 4 vjet janë të mjaftueshme për t'u përgatitur për atë ditë, që ajo ditë t'ju gjej gati. T'ju gjej gati për të hedhur hapa të tjerë përpara. Jo për të përballur me një furtunë që t'ju rrëzoj për tokë, pasi nuk i përgjigjeni me standardet e duhura të cilësisë. Kështu që do ju ftoja të gjithëve që t'jeni akoma më aktiv në kërkimin e më shumë mbështetje financiare. Sepse përsëris instrumentat janë. Është buxheti i shtetit, është Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, është linja e re e financimit e Bankës së Shqipërisë, është agrokrediti, do të shtohet edhe Banka Shqiptare e Zhvillimit. Mirë po, përsëri ndodhemi dhe nuk duhet të ndodhemi ende për një kohë gjatë në atë situatën që nuk është më problemi tek paraja, është problemi tek projektet. Nuk është më problemi tek aftësia mbuluese me fonde e projekteve, por është problemi tek mungesa e projekteve. Nuk është më problemi tek vullneti dhe tek fuqia e qeverisë për të mbështetur rritjen e sipërmarrjes bujqësi, po është problemi tek mungesa e një sipërmarrje aktive në kërkim të fondeve me projektet e duhura dhe me formulat e duhura. Dhe këto gjëra ju nuk keni as pse i shpikni, as si i shpikni. Ju nuk keni as arsye që të mendoni se duhet i bëni vetë. Këto gjëra bëhen me aleancat e duhura. Dhe për këtë arsye është këtu rektori i Universitetit Bujqësor. Për këtë arsye jemi këtu edhe ne bashku me Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural për t'ju dhënë të gjithë asistencën e nevojshme që të ecim shumë më shpejt përpara. Dhe bashkarisht qeveria, Ministria e Bujqësisë dhe ju duhet i vendosim bashkit në një presion pozitiv. Ju nga poshtë, ne nga lartë, për t'i shtyrë që të marrin në dorë të gjithë përgjegjësinë që ju takon për sa i përket zhvillimit të fshatit, për sa i përket mbështetjes së fermës, për sa i përket mbështetjes fermerëve. Kryetarët e bashkive pas reformës administrative territoriale janë kujdestar të barazlarguar dhe të barazvlefshëm qoftë të qytetit, qoftë të fshatit. Por ende sot në shumicën e rasteve ata fshatin e shohin vetëm për të bërë punët komunale të qytetit. Një rrugë më shumë, një kanal më shumë, ndriçim më shumë, pastrim më shumë, ndërkohë që të gjitha këto janë shumë të rëndësishme, po më e rëndësishmja tek fshati është toka që prodhon dhe janë ata që janë te toka. Dhe bashkia duhet jetë aty te toka me ata që punojnë tokën dhe me ata që ka nevojë për mbështetje që të nxjerrin më shumë prej tokës për veten e tyre, për familjen e tyre dhe për ekonominë kombëtare.
Edhe ky nuk është fjalim propagandistik. Kjo është një fjalë për ju që lidhet me atë që ne si qeveri e kemi bërë gati për fshatin dhe për ju. Dhe kemi ikur nga faza e mbijetesës. Kemi ikur nga koha kur të gjithë turreshin në për rrugë për të shitur prodhimin e tyre me çanta e për ta shitur në tezga të ndërtuara buzë rrugëve kombëtare. Dhe nuk ka qenë në shekullin kaluar, ka qenë kur ne morëm detyrën. Kemi ikur nga koha kur pikat e grumbullimit numëroheshin me gishtat e dorës. Kemi ikur nga koha kur bujësia funksiononte me lëmosha elektorale. Dhe kemi ikur nga koha kur ata që punonin heroikisht dhe që prodhonin dhe që ndërtonin duke investuar pikën e fundit djersës ishin komplet braktisur. Sot jemi në një kohë tjetër. Por ama në ndërkohë që ne kemi ecur, ajo bota atje ku ne duam të bëhemi pjesë ka fluturuar. Prandaj duhet të vëmë krah dhe të fluturojmë, duke qenë shumë më ambicios, duke kërkuar shumë më tepër nga vetja dhe nga njëri tjetri. Çfarë do të thotë për ju të kërkoni shumë më tepër nga vetja? Juve, shumica dërmuese këtu, çoheni pa u gdhir. I lini fëmijët në gjumë dhe kur ktheheni i gjeni fëmijët në gjumë. Kjo është ajo që ka sjellë deri këtu. Por kjo nuk mjafton. Tani duhet të ndërtojmë partneritetet. Duhet të ndërtojmë aleancat ku secili të bëj pjesën e vet. Dhe duhet të bëjmë atë që është themelorja, që paraja të mos mungoj për projektet, për investimet, për transformimet e nevojshme për fermat tuaja. Dhe ajo të vi jo nga një drejtim, po të vi nga gjitha këto drejtime që përmenda. Të vi nga buxheti, të vi nga fondet europiane, të vi nga linja e financimit e Bankës Shqipërisë, të vi nga Banka e Zhvillimit, të vi nga agrokrediti, dhe që të vi nga të gjitha këto drejtime, duhet kapaciteti për ta thithur. Dhe kthehemi prap tek projektet e duhura dhe tek partneritetet e duhura. Unë dua që këto vite të jenë vitet e krijimit të ndërmarrjeve të përbashkëta mes pushtetit vendor dhe fermerëve. Të ndërmarrjeve që përpunojnë dhe të ndërmarrjeve që sjellin më shumë të ardhura për ju, jo për ne, jo për qeverinë dhe as për bashkinë. Kapitali fillestar i një ndërmarrje të tillë duhet të jetë fare modest. Diçka e vogël e vën nga ju, diçka e vogël e vën bashkia dhe gjithë pjesën tjetër e mbulojnë këto instrumenta. Gjë që bën që ju të punoni dhe të mendoni vetëm për të zhvilluar, jo të mendoni se si të arrini të paguani kredin pa u detyruar nesër të shisni shtëpinë. Kjo është ajo që dua unë të bëjmë dhe kjo është ajo që do të bëjmë së bashku, duke u mbështetur tek shembujt më të mirë ndër ju dhe duke u mbështetur tek të gjithë ata që kanë ambicie për ta bërë si duhet këtë punë. Përpara meje pat dikë që nuk e ka dritën e syve, siç e kemi të gjithë ne. Nuk e ka dritën e syve, por ka dritën e shpirtit, ka dritën e shpirtit fisnik që e çon atje tek ara për të ndërtuar me duart e veta gjithë atë